Edhe ti që Allahu të ka mundësu me japë, kur t'jep, quaj e dhurat për hir të Zotit. Edhe pse ti e din që e ki lëmosh, ti e din që e ki sadaka, po m'ja ngrit vllau ton, motrës tonë, ai ti që ka nevojë moralin që ai e ka. Mjafton ditën e gjykimit më të ardhmen. Thirrja nga i madhi Zot më thon, ku janë ata të cilët kanë dhënë për hatër timin? Dhe Allahu ka përgatitur për ta një vend të posaçëm, kur të gjithë pejgamberët e Allahut dhe njerëzit që kanë me qenë prezent i ka kapluar djersa, sikleti, ku më dalë një thirrës më thon, ku janë ata që kanë dhënë me dorën e djathtë dhe se ka marrë vesh dora majt, le të futen në hijen e Allahut ku nuk ka hije tjetër pas hijes së tij. As mjafton që ky haditha? As mjafton që Allahu po t'jep bereqet vazhdimisht? Duhet me dhonë të kojshëm, mi marrë ato që ki nevojë. As mjafton që një smut momentet të vdekjes së tij ku ti ja çon medikamentet, bën dua për familjen tona. As mjafton një xhami që besimtar derdhin lot, agjërojnë, e bojnë iftara, ti e kon shkaktar që ke vendosur një blok. As mjafton një dashur xhamat që më tar natën e varrit, dhe më të zgjanë një vorri dhe më tar të koka dhe më thon, unë jam vepra e mirë që ke bëu sa e që ngjall. Kujta pak vetes këto gjëra, se shpesh e më themi, unë e kom dhomër një hera, për du të me japa. Jetimat vazhdojnë këtë jetën, se vdesin njerëzit. Kërkesat vazhdojnë, ndesat jemi gjallë. Kemi nevojë në një për tjetrin sot dush, që ata quajmë njerëz, sepse ka ardhur një kohë, tha pejgamberi Zotit, ka me nxjerr njerëz që atin, sadakan nuk ka kush më ia pranon. Ka me pas botë. Ka me pas botë. E sa s'ka ardha e ku, boju nga ta cilët kime qenë hisetar, pjesëmarrës në ato gjëra që Zoti i kërkon nga ti.